Trotinet elektrik, mashtrim, minus 15.000 euro. Shënjestër.net. Postglide është kompani që pretendon që merret me lëshimin meqëror të trotinetëve elektrik në disa vende të botës. Ajo ta jep mundësinë për pagesa paraprake përmes kriptovalutave për t'i marrë në menaxhim një ose më shumë trotineta që pretendohet se fitohet para nga qiraja e tyre. E për mi rri këto fitime sa më shumë, Postglide aludon që me shti sa më shumë njerëz në këtë rrjet. Kjo po dyshohet se i ka shti shumë kosovar për me investu në këtë platformë për me përfitu financiarisht. Çka ka ndodhur është që disa prej tyre me të cilët ka kontaktu shënjestër kanë rënë prej e një skeme piramidale. Llogaritë e tyre në këtë kompani nuk funksionojnë edhe investimi ka hup. Kam investu 15.000 euro. Edhe gjatë këtyre ditëve kur kam hyrë në llogari më shfaqur user not found. Në rrjetet sociale edhe shumë qytetarë tjerë kanë tregu se kanë rënë prej e këtij rangu. Ka edhe disa që thonë që kanë fitu. Shënjestër ka kontaktuar edhe me policinë e Kosovës për t'i pyetur se a janë në dieni për këtë platformë dhe sa është denoncuar ndonjë rast tek ta, por nuk kemi marrë përgjigje. Njerëz të fushës së kriptës nuk kanë asnjë dyshim se kjo është një skemë piramidale. Normalisht në për skema të tilla piramidale përdoren si mënyrë pagese kriptovalutat për arsye që janë shumë vështirë të gjurmueshme, sidomos prej personave të thjeshtë. Shënjestër.net.